Fillojmë atëherë, mirëdita të gjithëve, të nderuar kolegë, nderuar kryetari i bashkisë, të nderuar pjesëmarrës. Fillojmë të mbledhjet të radhës të Këshillit të Bashkisë Maliqit, sikurse jeni njoftuar disa ditë përpara. Fillimisht verifikojmë korumin. Korumi realizohet, janë 16 këshilltar në sallë dhe mund të vijojmë me rendin e ditës. Me lejnë, Mildi? Po. Jam i mendimi paraprakisht për para se të miratohet deri në ditës, kryetari është këtu, duam një tablo të më të qartë dhe jo vetëm për ne, pa dhe për gjithë opinionin që na ndjek, mbi situatën e krijuar nga rishja e fundit. Besoj se kryetari është e nevojshme kjo. Flisnja diçka për situatën e përmbytjeve dhe pastaj mbledhjen e Këshillit ta vazhdoj dikush nga punojësit tim dhe unë të vazhdoj në teren. Mos duhesh për materialet e tjera? Për të tjera. Dakor, mirë në Diçka vetëm për atë pikën e agjësisë, nëse kaloni atë të parën, nëse keni ndonjë pyetje, pastaj gjithë të tjerat janë problematikat që s'kan të bëjnë me pjesë financiare. Përshëndetje të gjithëve. Në fakt, situata e ditëve të fundit ka qenë një situatë emergjente. Data 20/11/2025 ka arritur kulmin. Nga ajo çfarë dua të them është një situatë ku rreshjet kanë arritur maksimumin e tyre. Nuk e di, s'kam një informacion të saktë, por nuk kemi parë një sasi rreshjesh të tilla. Mund t'u shpjegoj zyrtarisht që në 3 ditë apo 3 ditë e gjysmë kanë rreth 368.4 mm shi, aq sa rajoni Korçës e ka për tren në 6 muaj. Do të thënë 3 ditë me 6 muaj, një prurje shumë e madhe, e cila në një farë mënyre ka mbushur tej masës 2 lumenjt që ka qenë Dunaveci edhe lumi Devoll. Unë personalisht nuk hyj në njerëzit që s'marr përgjegjësi edhe nuk marr apo nuk kritikoj institucionet apo strukturat tona, edhe patjetër që situata është komplekse. Është komplekse edhe për pavarësisht prurjeve shumë të mëdha që kanë rënë, argjinatura e lumit Devoll, veçarisht ajo e lumit Devoll, ka patur problematika në mbjelljet argjinaturave, në disa hapje rrugësh të veçanta, të cilat në moment caktuar dhe japin ngarkesë, por prurjet e mëdha në zonën që është bërë çarja e lumit Devoll është një zonë ranore me rerë, e cila është shumë e vështirë për ta mbajtur, por kjo në një farë mënyrë nuk është justifikim. Ajo kërkon minimalisht projekte shumë të mëdha nga qeveria qendrore që kanë të bëjnë me mbathjen jo me rerë apo me dhe apo me çakëll, por me gur, me rrjet gabion, me projekte të thella, të cilat edhe pse këto situata ndoshta vinë një herë në 100 vjet, pavarësisht ne duhet përgatitemi edhe për periudha të tilla. Çarja që ka ndodhur në lumin e Dunavecit ishte me lehtë, edhe pse aty ka qenë prurja më e madhe për efekt të rreshjeve në momentin e parë, por uji siç hynte dilte prapë në lumin Devoll dhe përmbytja ishte më lehtë dhe ato pothuajse janë drejt tharjes në këtë moment që flasim, edhe pse rreshjet vazhdojnë të bien. Për të informuar Këshillin e Bashkisë, dua të shpjegoj që situata ka qenë e përgjithshme në të gjithë territorin e bashkisë. Në njësinë administrative Gorë dhe Moglic kemi patur 4 ura të dëmtuara, urën e Desmirës, Tosojës, Dusharit dhe Gjinikasit, rrugë të dëmtuara rruga Mesmal, Velçan, Strelc, Lozhan Fshat, Desmir, Moçan, Fshati Dolan. Kemi bërë pothuajse rikuperimin e të gjithë rrugëve rurale të zonës së Gorës me përjashtim të Mesmalit, ku sot kemi quar një eskavator për të bërë riparimin, pasi me padrom nuk arritëm të realizonin para 2 ditësh, pasi dëmtimi nga lumi i Mesmalit ka qenë aq i madh sa padroma nuk bënte asnjë punë dhe e patëm të vështirë për të quar eskavator në 2 ditët e para, pasi është punuar në lumin Devoll me rreth 25 mjete. Mund të them që është bërë një punë shumë e madhe, por ende s'kemi vajtur tek çarja, të themi. Kemi bërë një transport me rreth 80 rrugë çakëll nga Gurorjet e Zvezdës në drejtim të çarjes lumit Devoll, me mbështetje të forcave të ushtrisë, me mbështetje të kompanive private, të cilat dua t'i falenderoj,
patjetër edhe me mjetet e bashkisë dhe bordit të kullimit. Dua të saktësoj në emër të Këshillit të Bashkisë, por edhe të qytetarëve, që janë lumenjt apo kolektorët kryesorë të fushës Maliqit nuk menaxhohen nga bashkia. Jo për ta hequr si përgjegjësi, e thash që në fillim, por lumenjt, kolektorët kryesorë siç janë Cënentat, Zerua, gjithë ai Bregasit apo gjithë menaxhohen nga Drejtoria Rajonale e Kullimit Korç, Berat, Elbasan, të cilat në një farë mënyre, kurse ne kemi kanalet të dyta, të treta e me radhë. Megjithatë, pavarësisht kësaj, rakordimi midis gjithë strukturave tona duhet të jetë sa më i mirë që edhe në situata të tilla ne duhet kemi përballim situate apo deme sa më të vogla. Në ngarreshjet e mëdha kemi patur dëmtime të rrugës në fshatin Dolan, Mesmal, në Senisht kemi patur një rrëshqitje dheri shumë të madh për efekt të depos. Kemi bërë një ndryrje të shpejtë duke shkëputur ujin nga depoja e Senishtit dhe kemi bërë një lidhje direkte, pasi rrezikoheshin disa shtëpi nga rrëshqitja e dherit dhe nga uji në këtë fshat. Dhe sot që po flasim, po punohet për kanalizimin e një linje që ujrat e tepërta të larta të dalin jashtë fshatit që të shpëtojmë shtëpitë në këtë fshat. Në njësinë administrative të Pirgut kemi patur rrugë rrëshqitje në fshatin Kakaç, e cila edhe pse është hapur rruga nuk është zgjidhur përfundimisht, ka rrëshqitur komplet shpati i malit. Kemi patur prezencë uji në 38 objekte, kemi patur dëmtime në 12 hangar, 9 magazina të dëmtuara në fshatin Gurisht, ka pasur dëmtime në murin Mbajtës dhe kanalin e fshatit Leminot. Në njësinë administrative Vreshsas, janë 15 familje janë prekur nga prezenca e ujit, 4 stalla dhe 4 magazina janë dëmtuar, 5 banesa të rrezikuar nga shkarja e gurve dhe pjesa shkëmbore e malit të thatë në Podgorie. Në njësinë administrative të Pojanit kemi 10 objekte banimi me prezencë e ujit, 5 hangar dhe 2 stalla të dëmtuara për shkak të përmbytjeve bashkë me bazën ushqimore. Në njësinë administrative Libonik kemi 33 familje të prekura nga prezenca e ujit, 5 hangar dhe 2 stalla, përfshirë këtu 1400 dëngje kashte, 350 kuintal drith, dëmtimi rrugës që lidh Tylben e Goçës me fshatin Zbogj Beras, edhe ajo ka dëmtime. Njësia administrative Maliq Qendër, në këtë njësi janë identifikuar probleme për 4 objekte banimi, një njësi ekonomike, në totalin e përgjithshëm kemi të dëmtuara 100 apo kemi prezencë ujë, se të dëmtuar kemi vetëm një shtëpi në fshatin Zvirin, e cila është kthyer në të pabanueshme, edhe ne po negociojmë për ta riparuar sa më parë, shtëpia, familja është çuar në një banesë me qira dhe po mundohemi për ta riparuar komplet. Objekte të prekura nga uji janë 123, kemi 4 ura të dëmtuara, kemi rrugë të dëmtuara 6, cilat kanë patur nevojë për ndryrje shumë të thellë, bakti të humbura 21, shpend 970 dhe bazë ushqimore për rreth 1500 krerë bakti. Kjo është një pasqyrë e përgjithshme, ajo çfarë ne kemi bërë në këto ditë, për të cilat kanë qenë të vështira edhe për ne, edhe për punonësit, po patjetër edhe për ne që drejtojmë. Ne kemi ngritur një grup pune për evidentimin e gjithë situatës, pavarësisht punës përditshme pa orar për të gjithë. Është punuar 16 orë, jo vetëm nga ne që e kemi detyrë në fundit, por edhe nga kompanitë private, nga forcat e ushtrisë për stabilizimin e situatës. Bazë ushqimore kemi kërkuar nga rezervat e shtetit bazë ushqimore për rreth 150 familje, kemi kërkuar bazë ushqimore për gjën e gjallë dhe për riparimin e 50 stallave të prekura nga përmbytja, veshje për rreth 150 familje. Kam filluar të vi baza ushqimore apo pakot ushqimore për familjet, po kemi patur në këtë pikë edhe ndihmesë dhe kontribut nga organizata të ndryshme, siç janë edhe sot vazhdojmë, por edhe nga organizata lokale, të themi, për ta lehtësuar situatën. Kemi kërkuar nga rezervat e shtetit bazë ushqimore për Blegtorin, pasi dhe ajo është një ngelç në disa zona të caktuara, të shpresojmë ta realizojmë shumë shpejt. I jemi drejtuar prefektit Qarkut Korç për mbështetje, për këto që thash më lart, edhe rezervave të shtetit, edhe të paralelisht me këtë, kemi ngritur grupin e punës, siç më thash, i cili ka bërë këtë evidentim paraprak, por puna do të vazhdojë edhe mëtej për të parë gjithë situatën, si do të eci mëtej. Si jemi në situatën aktuale, kemi përmbyllur riparimin e argjinaturës së lumit, apo është përmbyllur nga Drejtoria Rajonale e Bordit Kullimit Korç riparimi i argjinaturës së lumit Dunavec. Kemi çaklluar rreth 3 kilometër rrugë nga ura e Sheqerasit në drejtim të çarjes mbi lumin Devoll,
dhe shpresojmë që në varësi të kohës, sot që është edhe që pak lagështisë sot mund ta mbyllnim, po punohet tranzit nga Guroret e Zvezdës në drejtim të Urës Sheqerasit për të bërë një rezervë materiali për ta kemi në një moment të dytë kur kohat na lejoj për të ecur, dhe paralelisht me këtë, dy takime që kanë qenë ministri i mbrojtjes dhe ministri i bujqësisë, cilët kanë ardhur në terren për efekte edhe të situatës, kanë marrë përsipër që viti 2026, unë në këtë moment që flasim edhe po përgatis të gjithë anën shkresore, kërkesat buxhetore të cilat kërkojnë një mbështetje shumë të madhe në fushën e bujqësisë, në fushën e mbrojtjes civile apo edhe në fushat tjera që kanë të bëjnë me mjete e me të tjera, për efekt të paraprirjes kësaj punë, pasi masat paraprake patjetër lehtësojnë edhe sasinë e mbytjeve në fushë. Unë mendoj që do ta kalojmë këtë situatë. Ka filluar lëvizja e ujit nga fusha në drejtim të kolektorëve dhe të lumit Devoll në një pjesë të konsiderueshme. Pjesa më e vështirë është pjesa torfike në zonën e Sheqerasit edhe Vreshtasit, e cila është edhe në nivel dhe kërkon një kohë më të gjatë për tu kaluar. Shumë faleminderit. Mundet? Kryetar, investuat për hidrovori 500 milion. Hidrovori ka 3 vjet që dilin në media edhe akoma nuk është vënë në punë. Nuk janë bërë kanalet. Të kam thënë disa herë, e kam kualiduar, e bëra, e mbylla, vazhdon situata. Përse kjo gjë? Atëre, nuk e di ku i gjen këto 500 milionët, se ndonjëherë i hidhni vetëm shifrat, po pse sa janë, s'ka rëndësi. E para, e dyta, ende nuk ka shkuar uji në hidrovori dhe s'kam çeq ujë. Kur të vej uji në hidrovori, patjetër që ta bëjmë dhe të lutem, prit të mbaroj. Dhe do t'i bëjmë dhe një pastrim të fundit kanalit të rezervuarit Podgorie, se nuk do të mbytim fshatrat të tjerë, edhe pastaj nëse uji do të vijë tek hidrovori, i cili është i thatë sot që flasim, atëre do të çojmë ujë atje ku është përquar. Hidrovori nuk është i thatë, Nizhavecin e ketë mbytur, që në shtëpit edhe poshtë. Dakor. Atëre, nëse ti thua hidrovori është i thatë, atëherë hajde të shkojmë. Po, Pse të mashtrojmë këtu? Kam shkuar dije unë atje, kam qenë vetë. Jo, edhe ne kemi qenë. Atëre të lutem shumë, na lër ta bëjmë punën siç është për të bërë. Puna për të bërë. Dhe uji nuk ka del në media ti, ke 3 vjet që del në media, njëherë del ti, njëherë del ai Pojanit, njëherë del administratori, ja e bëm hidrovorja, përse një investim që ai sot nuk funksionon. Si nuk funksionon? Po s'funksionon se ti si ke bërë kanal, ti ke vend 2 tubo maj Kodrës, i ke shpen atje 2 tubo e 2 pompa, pa ato s'kan kanal. Tani, unë po të shpjegoj, momentin e para njerë nuk ka ujë në hidrovor. Dhe ti, kur të duash ti, kur të mbarojmë ledja, do vem të dy atje të shikojmë. Po atë është si... Të lutem tani, se duhet jemi të sinqert me njerëzit të tani. Nuk duhet gënjejmë kështu. Në rregull. Sot s'ka ujë në hidrovor për ta hequr. Sot që flasim. Dije nuk ishte, sot nuk e di, vetëm po ka natën shumë. Dije nuk ishte se kam shkuar vetë. E dyta, do t'i bëjmë dhe një pastrim të fundit lumit, kanalit që lidh me rezervuarin, dhe patjetër do ta vëmë në punë nëse do jetë e nevojshme. Kryetar, edhe është në punë hidrovori. Unë ka 2 vjet që të them, ti thua e kam kualituar. Faleminderit që është për patjetër që është e kolauduar. Ore, përgjigjen e japim si patjetër që është e kolauduar. Ku e ke të kolauduar? Ti s'ke bërë kanali. Ore, ka ujë në hidrovor, të lutem. Ore, ka ujë në hidrovor, se ta janë mbytur Nizhaveci i tërë, edhe ujin e ke deri në Vreshta, si s'ka ujë në hidrovor. Almir, lutem më objektiv. Luli po. Së pari, edhe në emrin tim personal të grupit, ndoshta edhe të këshilltarëve të tjerë me fjalë, keqardhje dhe mbështetje për të gjithë të dëmtuarit në këtë situatë. Vërtet është një situatë jo e zakonshme, është e jashtëzakonshme, sepse është vërtet ajo që fshirat e rëna për një periudhë shumë të shkurtër kanë qenë shumë të mëdha dhe patjetër ato do të reflektonin dhe do të krijonin situata të tilla. Nuk është herë e parë që ndodh kjo, edhe herët me fjalë kanë ndodhur situata të tilla. Unë doja një 2-3 gjëra kështu për të cilësuar për këtë situatë. Personalisht, bashkë edhe me këshilltarë të tjerë të grupit, kemi qenë dhe do të jemi këto kohë në komunitet, tek njerëzit, sepse të paktën ajo që kemi mundësi të bëjmë me këtë bande është të jemi pranë tyre. Dhe bëj thirrje edhe këshilltarëve të tjerë të lëmë ato punë tona të përditshme për këtë periudhë, sepse vërtet ata e meritojnë që ne të paktën këtë njëherë. Dhe duke qenë pranë tyre, besoj që mund të evidentojmë edhe një problem. Unë doja të cilësoja, kryetar,
një dy probleme shumë shkurt të vogla, që ndoshta do të ndihmojnë dhe do të ashtu. Unë e pash rrugën e Mesmalit, edhe 4 ora Mesmalit këtë rënde. Unë nuk e besoj që të ketë dëmtim më të rëndë se sa ajo rrugë. Në këto zonat e tjera nuk ashtu, dhe shpresoj që mos ketë më rëndë, se po t'jenë dëmtuar në atë shkallë edhe në një rrugë tjetër ose në një vend tjetër, besoj që do jetë një katastrofë. Unë kam 2 sugjerime për atë rrugë. Sugjerimi parë, po e o them kryetar dhe nuk e di a keni qenë dhe vetë atje në atë vendin atje, por unë po them me një ekskavator, me një makinë dhe me një padrom atje, hapja e saj rrugë përfundon në muajin korrik. Beson për ti po them. Këtë ta them si specialist, nuk e them si këshiltar, po e them si specialist. E para, e dyta, jam i sigurti që dhe jam dakord me fjalë që edhe patkesia natyrore atje ka bërë punën e vete këtë mande. Po e them prapë si specialist dhe këtë mande. Hapja e digës, këtë e them me përgjithësi kryetar. Hapja e digës që është mbi vendin ku është prishur ajo, ka shkaktuar gjithë të katastrofë. Dhe me këtë rast, nuk është për të falenderuar në këtë zonën tjetër me fjalë, jam dakord që firmat kanë kontribuar dhe duhen falenderuar. Po të paktën për atë zonë, ata jo që vetëm që nuk janë për të falenderuar kryetar, po aty është për t'ju dhënë urdhër, edhe t'ju thuhet që nga 3 urat dhe deri në fund ku mbaron, ku del, ku takojnë me Pogradecin, atë rrugë mundësisht ta asfaltojnë, e kanë detyrim. Sepse janë përfituesit kryesor të atij lumi. Dhe mendoj, dhe edhe ligje unë nuk jam gjendje tani ta them ligjin sakt, po dhe ligje parashikon. Nuk do të ishte ndodhur kjo katastrofë në rast se nuk ishte hapur diga. Nuk do ishte ndodhur kjo katastrofë në rast se lumi do ishte, sepse lumi duhet mirëmbajtur. Vërtet shfrytëzon atë, po do ishte mirëmbajtur. Unë atje kam parë shkëmbimin kryetar, të them jam çuditur. Dhe po e them, atje duhen përqendruar mjete njerëz, nuk bëhet ajo me një ekskavator, as me 2 makina. Beson për ti po them. Sepse pastaj tjetër kot pastaj të themi që janë kaq familje bllokuara andej e tjera. Luli, faleminderit. Prit se edhe 1-2 gjëra vogla. Kur diskutojmë për parandalimin e këtyre dhe këtë pande, neve mirë është diskutojmë kur ka diell në kohë beari. Tani në këtë situatë nuk kemi çfarë diskutojmë. Ne mund të themi vetëm atë të paktën të shpëtojmë nga kjo situatë edhe të krijojmë situata sa më të mira. Por unë kryetar them, për të shpëtuar fusha e Maliqit, pavarësisht se nuk është kjo kompetencë e bashkisë, nuk është ndoshta as e ka qeveria në dorë këtë, po duhet insistuar shumë. Ka vite me fjalë që ndodh kjo situatë. Kjo nuk zgjidhet me këto kullime të pjesshme e tjera. Kjo ka vetëm një zgjidhje, një projekt i ideuar, të them shumë vite më parë, nga Dimitër Vogli. Kjo zgjidhet vetëm me hidrovor të fuqishëm në Ure Maliqit. Sepse edhe thellimi i lumit Devol nuk mundet të ashtu, sepse vetë gjen një kuotë nuk mund të ashtu më po. Ka një kuotë e pastaj fillon një masë shkëmbore që është e padepërtueshme, është muhabet i provuar me fjalë. Prandaj ndoshta unë mendoj që atje është një investim ndoshta pak i kripur, por them që ja vlen, sepse gjithë kjo fushë unë them që ajo do jetë shpëtimi i fushës Maliqit, sepse kjo sa herë që do të bien rreshje, do ketë kjo situatë, do të ashtu. Kam edhe diçka tjetër kryetar. Në inventarin e bashkisë të Maliqit kanë kaluar një pjesë të këtyre rezervuarve, një pjesë të mirë të i ka bordi, një pjesë e ka dhe Ministria e Bujqësisë direkt. Por këto që janë në varësi të bashkisë, rezervuar kanë ca specifika për mirëmbajtje, që me pak gjë me fjalë ato në situata të tilla me fjalë shpëton situata që janë katastrofike. Personalisht ne na ka ndodhur një situatë tani në një vend ku punonim në Përmet, unë kam qenë para 3-4 ditë dhe atje kam qenë këto ditë, vetëm sepse nuk ishte hapur Saraqineska në fund fare, që duhet të jetë e hapur, që në shtator, deri në muajin mars duhet të jetë e hapur.
Mos jemi manjak, pa e të mbledhim ujë, ta kemi për vaditje. Edhe këtë përgjegjësi dhe këtë detyrim për mua e ka bashkia, e ka bordi i kullimit. Në rast se një sale qinesë, unë e them parimisht, është me ligj, në muajin shtator hapen sale qineskat, dakord, po them që mos ndodhin katastrofa, sepse ka ndodhur në vende tjera kjo situatë, prandaj e them. Hape mikrofonin. Dhe nuk patëm probleme me gjithë tjera që janë në regjim sakt. Në këtë situatë ka shumë problematika ndoshta për diskutuar, po thashë një kjo kërkon ndoshta një kohë tjetër, jo sot jemi në kushte emergjente. Unë edhe diçka tjetër kam. Për administratën, për drejtorinë e bujqësisë, po sidomos për bordin e kullimit. Me 7500 njerëz nga ndarë tokat, neve ju theshim atyre parcelave të vogla në atë kohë skolina, kurse parcelave pak në nda janë parcela. Skolinat me njëra tjetër ndahen me ato kanalet e 3-4 katra. Nuk them që është detyrimi, kanalet e 4, nuk është detyrimi bashkisë për të pastruar, po është detyrimi atyre që kanë atë tokë. E kanë atë tokë. Bashkia duhet i detyrojë. Ti e ke tokën në përdorim, e përdor atë tokë, po toka nuk është thjesht, nuk është tamam private, toka juaj të bësh ti si duash me atë tokë. Dhe unë them që mbyllja atyre kanaleve, sot ik shikoj ati në ura, me fjalë çfarë sjellin ato, me fjalë çfarë nuk kanë sjell. Po në kohën e këto kanale me fjalë që ndronin gjithmonë funksionale dhe tabura, ishte situatë tjetër atëre. Po unë mendoj ai privat që ka 3 parcela, që ka 3 kanale për ta shtuar, duhet ta mirëmbaj. Dhe në rast se nuk e mirëmban, prandaj është bordi i kullimit. Prandaj është drejtoria e bujqësisë. Prandaj janë këta specialistë, vjen ta detyrojnë. Luli, faleminderit. To kisha unë diçka. Egla. Edhe den sheqerat nuk është pastruar. Të lutem, Almir, ti ke ca shifra që s'përputen me asnjëriu. Egla, të lutem, e ka fjalën Egla. Hajde shkojmë në fushët edhe shikoj kanalet. Përse hajde vejmë në fushët me. Po jo, se nuk gjenje unë, ore. Unë të kam thënë 3 herë. Po të lutem, Almir. Egla. Jo s'flet, ore, po s'flet. Egla, ke fjalën. Po, përshëndetje të nderuar këshilltar, nderuar kryetar. Ne si popull më teprime me parimin që fjalët i merera. Unë doja të merja fjalën që në fillim, po zoti Kupe u treguam i shkatët. Ne si grup dhe në emër të grupit të opozitës kërkojmë një informacion pak më të detajuar, si të themi. Me gjithë hapat që janë ndërmarrë, kryetari përmendi pak a shumë të gjitha problematikat që janë shkaktuar, përveç një raporti mbi dëmet, të dhëna specifike mbi dëmtimet e shkaktuara në rrugë, ara të mbjella dhe infrastruktura të tjera, përfshir foto dhe masat marra për riparim. E dyta, plani veprimit, informacion mbi masat që janë ndërmarrë ose planifikuar për të adresuar situatën dhe për të parandaluar dëmtimet të tjera në të ardhmen. Ndihmë dhe burimet, të dhëna me ndihmë financiare apo burimet të tjera që mund të jenë në dispozicion për ndihmën e fermerëve dhe banorëve të prekur. Informacion mbi projektet të ardhshme. Një pasqyrë për projektet që lidhen me sistemin e menaxhimit të ujit dhe përmirësimin e infrastrukturës për të shmangur ngjarje të ngjashme. Dhe komunikimi me popullatën, si po komunikon bashkia me banorët për situatën aktuale dhe hapat që duhen ndjekur. Doja të shtoja diçka që nuk është po thuaj se pak me u dhe si kur gjdo administratori njësive administrative të pasqyron të dëmtimet e zonës të vetë, edhe të na i sillnin këtu dhe ti. Atere, kryetar të nderuar këshilltar, që më datën 20-11, ne kemi ngritur grupin e punës për çdo njësi administrative, me përfaqësues të emergjencave civile, të administratorëve, të kryetarëve të fshatrave, të gjithë përfaqësuesve të cilët kanë qenë në terren dhe ata kanë bërë këtë evidentim që unë ja u lexova pak më parë. Në datën 22-11 kemi kërkuar bazë ushqimore për blegtorinë, paka ushqimore, veshje apo batani apo çadra në varësi të situatës që mund të ishte, Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile, Drejtorisë Përgjithshme të Rezervave të Shtetit, për cilat ka filluar transhi parë me paka ushqimore, cilat apo dhe me fondacione të ndryshme për përballimin e situatës në zonat cilat prezenca ujit ka dëmtuar bazën ushqimore apo ka krijuar probleme në familje, atë çfarë u thash pak për rreth 123 familje. Kjo punë është realizuar dhe ka ecur më tej. Është bërë evidentimi dhe ne ja u vëmë në dispozicion i gjithë informacioni që ka dalë
për cilën e kemi bërë prezente edhe në takimin që kemi bërë, në takimin që u realizua në bashkinë tonë me prezencë të Ministrit Mbrojtjes dhe të gjithë shtabit të emergjencave civile të Qarkut Korçës. Është bërë në bashki ku janë bërë prezente të gjitha problematikat cilat kemi filluar ndryrje, si thash, në të dy lumenjt dhe në mbylljen e të gjitha hyrje daljeve në përfshatra. Pasi në momentin e parë duhet i mbyllim që uji mos hynte, pasi kemi fshatra të tillë të cilët uji nga shasia e madhe nga kanalet hyn në fshat dhe tani që flasim nga fshati duhet i hapim që të lirohen edhe të ikin drejtim të kolektorëve kryesor. Të gjithë ekskavatorët kanë qenë në punë pa ndërprerje, edhe sot që flasin vazhdojnë të jenë. Ne jemi të hapur për t'ju dhënë çdo lloj informacioni për situatën dhe për masat që do të marrim. Paralelisht me këtë, unë kam filluar përgatitjen e të gjithë shkresave drejtuar të gjitha institucioneve, Ministrisë Bujqësisë, Ministrisë të Mbrojtjes, paktën dy ministrive përkatëse për efekt të investimeve bazë të cilat janë për të paraprirë një situatë të tillë. Ka një projekt për bonifikimin e plot të fushës Maliqit, po vlera është shumë e madhe, ajo për cilën tha pak më parë Luli. Megjithatë, nëse një projekt i tillë aq i madh do kohë dhe do fonde nga Banka Botërore për të realizuar, kjo s'do të thotë që mos ketë projekte më të vogla siç janë mbathja apo rehabilitimi i lumit Devol në zonat ranore ku janë më të vështira, me rrjet gabion edhe me gur për të bërë të mundur që goditjet e fuqishme të këtij lloji të mos ndodhin më. Edhe pse ne nuk kemi patur përmbytje prej 20 vitesh, ndodh që kjo vjen, mund të vijë edhe një herë në 100 vjet, por ne duhet të përgatitemi për këtë ditë dhe kjo është shumë shumë e rëndësishme. Kisha unë diçka. Ja, Duke marrë shkas jo vetëm nga fjala e kryetarit, por edhe vetë kemi qenë prezent pavarësisht se nuk jemi nga ata që duhet të jemi atje ku. Dhe marrë shkas edhe nga fjalën e dy ministrave, e Ministrin e Mbrojtjes dhe Ministrin e Bujqësisë. Pash nga Ministri i Mbrojtjes që mbulon emergjencat civile një gatishmëri për të përballuar ato emergjenca që kanë të bëjnë me ushqimin e njerëzve, me ndërtesat apo me ushqimin e drejtorisë. Nuk pash nga Ministri i Bujqësisë ndonjë angazhim ose ndonjë premtim për demet, për shlyrjen e demeve të shkaktuara në bujqësi. Janë me qindra hektarë misër pa korur, nuk e di sa janë me patatet pa shkullura, dhe goxha hektarë të mbjella me grur, të cilat një pjesë e tyre mos e ndëtuar, po një pjesë që porsa mbjella, ato janë ndëtuar mbasi fara e shprishur. Nuk e pash këtë premtim. Ndoshta edhe kryetari Pegoj në një minutë. Edhe arsyeja është sepse akoma demet nuk janë konstatuar realisht sepse uji është akoma në sillfaqe. Por megjithatë nuk pash kështu premtim tjetër që thoshte siç tha ai Ministri i Mbrojtjes. Ky problem kaq i madh, këto rreshje për 360 mm në 24 orë ose 40 orë, janë të pandodhura kur unë më sa mbaj mend me Lulin gati me moshatar. Në fushën e Maliqit mbytet, kam eksperiencë me 100 litra ujë në 24 orë. Mbytet, filloi të përmbytet, jo me 360. Moti i shregullt, me një verë shumë të nxehtë, 5 muaj të nxehtë, patjetër do sjell çrregullime në klimë. Dhe kjo ku pasqyrua, e thau dhe e përmbyti. Kjo kërkon edhe nga ne, si këshilltar, në mbështetje të kryetarit, kërkon një zgjidhje përfundimtare. Një zgjidhje përfundimtare e cila ka mundësi. Ka 20 vjet që është folur për të zgjidhjen përfundimtare, për urën apo për të tjera gjëra, dhe akoma nuk është bërë gjë. Kështu që ne të mbështetim kryetarin të kërkohet me ngulm një zgjidhje përfundimtare, ose një zgjidhje drejt përfundimtares. Sepse kjo situatë do krijohet, por ajo që është më rëndësishme duke s'ku përgjegjësia bie mbi bashki. Komuniteti, komunitet, këtë e njoh më afër, këtë ka më afër, këtu e njoh që më përmbyt, këtu e njoh që nuk më shihet prodhimi. Pra duhet dalë gjërat dhe ne duhet të mbështetim pushtetin lokal për të dhënë një zgjidhje përfundimtare. Këtë kisha. Faleminderit. Mund të ndryj dy momente. Momenti i parë ka të bëjë me fjalën e Ministrit të Bujqësisë, i cili paktën është pyetur nga gazetarët për efekt të këtij momenti. Dhe ai ka deklaruar që filloni të bëhen vlerësimet e demeve, pasi sot s'mund të flasim dot, unë mendoj që pjesa më e madhe e grurit do të shpëtojë për efekt të largimit të ujit, edhe ajo e kam të lehtë. Problem ngelen patatet pa shkullura, të cilat as fiksohen,
Por besoj edhe Misri në pjesën më të madhe do të shpëtoj, pasi ka filluar edhe në këto ditë që flasim edhe dje është korrur, mund të ketë zona të veçanta të cilat, por edhe kjo duhet evidentuar dhe ne patjetër do të çojmë. Unë kam folur dje përsëri me ministrin e pushtetit vendor dhe ai më ka kërkuar të bëhet urgjentisht një revlerësim, pasi akti normativ që mund nxjerrë qeveria në fund vitit mund të jetë pjesë edhe e subvencioneve, apo të mbulimit të këtyre dëmeve që ndodhin në fushën e bujqësisë. Për sa i përket investimeve kapitale, investime shumë të mëdha të fushës Maliqit, patjetër që ato kanë vlera kolosale, dhe ndoshta mbledhet edhe Këshilli i Bashkisë me një kërkesë, atë që unë po bëj vetë si institucion. Një kam nisur dje, një po e nis sot në drejtim të 2 ministrive për efekt projekteve që kanë të bëjnë me rehabilitim, me pastrimin e plotë dhe rehabilitimin e të gjithë pjesëve me risk në lumin Devol. Apo edhe me atë që thot pak më parë Taluli për një hidrovor të madh në fushën e Maliqit, i cili e eliminon heqjen e ujit nga pika më e vogël aty ku thuheshe që mund të bëhesh edhe kënet, do ishin dhe një shkresë të themi dhe në emër të Këshillit të Bashkisë, do ishte një forcë apo një zë më shumë për në efekt institucione për kacet të qeverisë. Të nderuar kolegë, të nderuar pjesëmarrës, të nderuar kryetari i Bashkisë, bëm shumë mirë që ngriti Petriti dhe ne si opozit pikën e parë dhe pse jo do të ishte udhës ta kishim futur në rendin e ditës këtë situatë, sepse kjo mbledhje i përket kësaj situate që jemi aktualisht. Dhe këtu vlen që edhe të falenderoj punën e gjithë aspektit të Bashkisë. Edhe kryetari ka qenë, unë kam ndjekur këtë histori, kam shkuar edhe në ura, kam shkuar edhe gjithë, dhe i kam parë forcat zjarfikse, forcat e policisë, bashkia, kanë bërë një punë për të thënë për i të vërtetës, po ja që prurjet kanë qenë shumë të mëdha dhe faktori është njeriu. Këtë e dim të gjithë dhe do të ishte udhës për mua, edhe si nën kryetari i Këshillit, që ta kishim vënë në renditës këtë pikë. Sepse ne si opozit, por çfarë ka ndodhur? Një diçka. Neve si kryesi e Këshillit të Bashkisë, si opozit konkretisht kemi kërkuar që të futen disa gjëra, të cilat ne i kërkojmë her pas here, edhe këtë deshëm ta futnim edhe ta kërkonim, nuk e bëm sepse dinim që nuk do të na merresha parasysh. Po gjithsesi u realizua që u hap kjo dhe u bë mirë sepse thash edhe një herë, alfa e kësaj pune është kjo. Tashti për të shkuar me tutje, duhet të them një dy gjëra. Deri këtu është bërë një punë kolosale. Unë sot për veten time duhesha që administratorët ishin këtu. Të mos ja lënë vetëm gëzim të pëqiut situatën, që edhe kryeplejt të kishin dokumentuar se kjo është një pronë, qoftë toka, qoftë malet, qoftë pyjet, qoftë ujrat, e kësaj bashkie që ne mbulojmë. Dhe këta ta kishin evidentuar me shkrim dhe t'ja japin dhe gazeterit përkatës që tek administratorët ku janë dëmtuar, cila shtëpi është dëmtuar, cili biznes, është një zonjë këtu, që është atje në fund, është në Libonik, ka një biznes cili është për ta falenderuar që ka hapur atë biznes mbas rregulla, i është përmbytur dhe kërkoi ndihmën tek kryeplaku, tek administratorja, nuk e mori fare fjalën, më thotë mbrëmë i thash, hajde ta diskutojmë. Si kjo ka dhe të tjerë. Kështu që neve jemi të zgjedhur, kryeplejt janë të zgjedhur, administratorët janë të emëruar, të qëndrojnë më afër dhe mos ja lënë gëzim të pëqiut edhe për një llambë apo për një ndriçim që na marrin edhe unë i kam bërë edhe probleme dhe e falenderoj kryetarin se për çdo gjë që ka marrë ka qëndruar korrekt dhe më është përgjigjur. Por këta e kam më tepër, duhet ta bëjnë ata që janë poshtë gëzimit. Të punojnë dhe këta është përgjegjësia ju, zoti kryetar, i vesh në punë. Qoftë administratorët, qoftë edhe kryeplejt, neve si Këshill ti ngacmojmë këtë histori. Sepse arrinën kryeplejt për një llambë. Dikush në Çaushtri mbrëm ka marrë administratorën e asaj, një llambë aty ishte përmbytur shtëpia edhe nuk shikonin fare as dritë as gjë. Unë majt për një llambush kaq fukarej nuk kemi ne. Të vëmë një ndriçimi aty që të shkoj njerëzit si njerëz. Dhe desha të thosha në këtë histori, zoti kryetar dhe Këshillit, që këto do menaxhohen tash, ju i keni filluar punët, na i dha atë rezumen, jam plotësisht dakord, po ka edhe më rëndësishme është tash që ne sa të mundemi që të vim në ndihmë ato që thamë, që te patati ato misi çfarë mund të shpëtojmë dhe të bëhet një evidentim thash që na baza edhe deri tek juve që kjo të bëhet mos na ndodhi siç bëmë atëre që për punë e qershive e kërkuam atë mbledhjen e bëm dhe erdhi si përfundim do bëjmë vlerësim me qëllim që t'u afrohemi qytetarëve sadopak mos i lëm vetëm në ato shpenzime që kanë sa të jetë mundur. Po që mos i lëm vetëm që neve të jemi afër për të financuar dhe për të ndihmuar aq sa mundet fondi bashkisë apo fondi që do të jepen nga organizata të tjera. Duke i uruar sukses dhe punë të mbarë. Faleminderit. Lola, shkurt, lutem. Përshëndetje.
Pavarësisht kushteve atmosferike që po përjetojmë, unë desha të ndanja një problem aty ku bashkia ka fajet e veta edhe komuniteti. Rasti konkret, në për fshatra, ne jetojmë në fshat dhe jemi bujqë vetë për këtë gjë, komuniteti kërkon ato gjëra që i ka bërë fajet vetë. Rastet janë të shumta, në kanalet edhe Vaditës, edhe Kullus, është për të erdhur keq. Bashkia gjatë gjithë kohës, ka erdhur, i ka pastruar, i ka bërë, nuk ka vajtur 2 javë gjendje, unë e kam shumë afër këto kanale, dhe është të rimbushë. Rrenjët e misrave, tashi që po koren, rrenjët i marri dhe jedhin në kanal. Kanalet janë tërtëzëna. Në kohën kur duhet të bëhen vaditjet, në kohën kur bëhen vaditjet, janë vënë tubat e kanal që të kalojnë, në më thënë si punure të kalojnë, dhe ato i ka mbushur me dhe. Dhe më thënë, komuniteti nuk është ka që ndërgjeqëm të kërkojt direkt të bashkisë, të këthejt në vetvetja për gabimet që ka. Tjetë, unë nga e kam bëjtur dhe herë të tjera për problem me plerave. Edhe të brenda fshapit, komuniteti nuk është përsëri ndërgjeqëm. Ne e mbështesim. Jo të gjithë, por... Më vjen keq, unë të flasë në përgjësi ka, në përgjësi janë fajtorë, unë e kam ngritur dhe në lagje ku jam ati, kam thënë, këto plera i lutem idhini, pse kërkonin nga bashkia, bashkia po vinë e ngre. Ti zotëri, nuk i dhe kjo këtu. Përsëri ndodhe kundërta. Kështu që të ndajmë përgjësitë, pavarësisht për kushteve atmosferike thash që në fillim që nuk janë në dorën tonë, bashkia deri diku, jo se kjo, dhe duhet të flasë për bashkin, po janë bërë punë. Dhe është gjuna të diskutohet. Përgjësitë të mbajnë dhe gavit komuniteti. Për gabimet të mosin këto gjë. Unë besoj që të gjithë e parafolësi që folë në këtë drejtë, në këtë pike kishin. Prandaj, çdo gjë të bëhet në kohën edhe në kohën e Barit, ndodhin këto gjëra, edhe në kohën e Barit, që për të ditur e për të bërë, ka shumë probleme. Megjithatë, faleminderit. Duhet jemi të ndërgjegjshëm pak edhe vetë. Po. Që ju të vazhdoni me pikat e tjera, unë po e citoj dhe njëherë, situata është komplekse dhe pa tjetër edhe ato problematika që ngriti Lola pak më parë, edhe aty ka përgjithësi bashkia në kuptimin deri diku për të kontrolluar, për të ndjekur, për të gjobitur të themi edhe aty qytetarin që është i pandërgjegjshëm. Domethënë, është komplekse, unë nuk dua të heqim asnjë gjë nga vetja jonë, përjashtuar atë pasaj që kur është një emergjencë e tillë, por anë 380 litra, po shoqëru që ishte edhe toka e thatë, që një pjesë të lagështisë e merte për efekt thatësirës që kishte prej muajsh paranë, se ajo lagështi nuk jetë çfarë i bën pasaj, kupton të vjen 380 litra për 2-3 ditë. Mililitra. Megjithatë, ne duhet patjetër të marrim masa urgjente për atë çfarë mund të rregullojmë hapjen e grykave të kanaleve, që ajo të lirojë sa më parë dhe të shpëtojmë sa më shumë toka bujqësore të mbjella apo prodhime bujqësore të cilat nuk janë tërhequr nga fusha. Dhe pa tjetër ne do të vazhdojmë me evidentimin e çdo situate të dëmtuar në territor për të aquar propozimin qeverisë, Ministrisë Bujqësisë për efekt kompensimi. Në këtë pikë jam i hapur që dhe këshilltarët, kryetarët e fshatrave të bëhen pjesa e jonë për situata që kanë në çdo fshat, në çdo zonë. Ne jemi transparent, jemi të hapur për këtë pjesë, jemi të gatshëm t'ju japim çdo informacion që kemi evidentuar deri në këtë moment dhe për të përballuar bashkërisht këtë situatë e cila në një farë mënyrë nuk është e zakontë. E falenderoj Këshillin edhe për vërejtje, edhe antarët e Këshillit për vërejtjet apo për sugjerimet që japin, pasi janë shumë të domosdoshme edhe për ne në këtë situatë. Zoti kryetar, faleminderit për të gjithë pasqyrën. Nëse s'ka një pyetje tjetër, do të desha me kuptimin tuaj për të më dhënë leje që unë të vazhdoj me angazhimet time në territor. Dëgjoni, nëse 2 minuta kohë ne si komision e pam atë vendimin e agjencisë, edhe jemi dakord që kjo agjenci mos funksionojë. Aty ka shumë shkaqe, por fakti që nuk kanë funksionuar, fakti që unë kam përmendur dhe në një moment e kryetari e kuptoj deri funshatorit ishin realizuar 20% shpenzime operative, për shumë arsye nuk kanë funksionuar dhe jemi dakord që të riorganizohet. Ndoshta, është momenti në strukturën e re të vitit të ardhshëm të renditen ato që përbënin pjesë të kësaj agjencie, të renditen sipas natyrës, sipas karakterit që përputhen. Nuk ka logjik që kultura të ishte në këtë agjenci që s'ka. Unë kam parë një strukturë orientuese diku, domethënë vorën çesh. Edhe ajo nuk është, edhe të tjera duhet të renditen sipas strukturës sepse të vjen të sigurohet me fonde dhe të vjen në punë sipas atyre. Prandaj jemi dakord që ta miratojmë.
edhe me shpresë, edhe me telefon, çdo mesazh që jeni në drejtim të gjithë problematikave. Hape mikrofonin, të lutem. Gjithë problematikave që ndodhin në territor, pasi duke jo çdo gjë e kapim ne në momentin më të parë në 80 fshatra. Nuk e kapim dot, po kur informacioni vjen edhe rakordohet me të gjithë aktorët, kjo ndoshta nuk bëhet më njëherë, por futet në agjendë për të realizuar sa më parë. Faleminderit për pasqyrën, faleminderit për gatishmërinë, kryetar. Kryetar aty në fund ka është përmbyll traj madh, aty është në rrugët e Libanit. Kush? Është ka Lindita si e ka. Lindita. Po patjetër Lindita të vi tani të Në hyrë të tëra ujrat na puna. Lindita të takoj tani sektorin e emergjencave, komisionin që po merret me evidentimin, të vinë ta bëjnë situatën në vend. Shumë mirë bëre që sill prezent edhe shqetësimin në këshill, po ata do hedhin letër çdo gjë që kanë. Të falenderoj unë ty. Shumë faleminderit gjithëve. Të lutem të autorizoni dikë të shoqërojmë mbledhjen e këshillit. Po janë moment. Përmatën e kimi. Atëre faleminderit, ju lutem të miratojmë rendin e ditës sepse diskutimi nisi pa dhe natyrshëm sepse situata me përmbytjet ishte shumë e rëndësishme. Por këtu ngelem, duhet miratojmë rendin e ditës dhe të vijojmë më pastaj me pikat me radhë. Kush është dakord me rendin e ditës? Kundër? Nuk ka, abstenim nuk ka, miratohet rendi i ditës, faleminderit. Më lejoni t'ju njoh me vendimet e mbledhjes së kaluar. Janë gjithsej 9 vendime me karakter normativ dhe 6 me karakter kolektiv, të cilat janë kthyer në vendime tashmë, ato të cilat kanë shkuar në institucione prefekturës janë kthyer në vendime dhe ato që nuk shkojnë janë kthyer në vendime gjithashtu. Janë gjithsej 15 vendime. Më lejoni t'ju kujtoj konfliktin e interesit të nderuar këshilltar, nëse ndonjëri nga ju, nga ne ka konflikt interesi me ndonjërin nga pikat e rendit të ditës, është mirë që në atë pikë të mos përfshihet as në diskutime as në votim. Tani ju ftoj të miratojmë proces verbalin e mbledhjes së kaluar, mbledhjes së datës 30/9/2025. Kush është dakord me proces verbalin e mbledhjes? Kundër? Ka? Nuk ka abstenim? Nuk ka, miratohet proces verbali, faleminderit. Tani kalojmë tek pika 4 e rendit të ditës, që është projekt vendim për miratimin e ndihmës ekonomike deri në masën 6% të fondit për muajin shtator 2025. Tek ndihma ekonomike? Po? Pika 4 është si zakonisht miratimi i ndihmave ekonomike, neve dje unë erdha këtu. Komisionet, siç e kam thënë, dhe që pari bëmë edhe një bisedë të lirë, nuk mblidhen, përveç Komisionit Financat që mblidhet e kanë shumë mirë dhe duhet ta falenderoj të gjithë anëtarët. Dhe kjo do t'i dhe një rrugë zgjidhje që o do ta lëm ditën e ta bëjmë këtu së bashku, ta lëm ditën e mbledhjes, ora 8 a 9 si doni, që të mos ketë me avarirat të komisionet të bëhen ashtu siç janë bërë deri më sot. Që të mos ripërsërisim sa herë, ta bëjmë këtu ta bashkërisht, kur ta lëm orarin dhe gjithë anëtarët e komisionit, kush nuk vjen pastaj, të merren masa ndëshkimore. Ky është mendimi tim. Pika 4 për mua si anëtar i komisionit kaloj dhe kam një diçka në emër të opozitës, e thash edhe që pari, ne jemi të pakënaqur në shumë arsye, sepse kërkojmë në kryesi, bile unë do dal nga grupi i kryesisë, dhe juve që të merrni masat si mazhorancë. Petrit, lutem mos u largo. Kërkesat tona si opozit, kur neve duam të ngrejmë një diçka, po bëj 2 vjet jam në këtë këshill, unë dhe kolegët e mi, nuk është marrë parasysh asnjë kërkesë që neve duam të fujmë në rendin e ditës të këtij këshilli bashkiak. Për të cilën e thash dhe që pari, pika ime kryesore dhe opozitë dhe kolegëve të mi ishte sot ajo që ne diskutuam, bëm shumë mirë, po duhet ta kishim futur në rend dite. Ne jemi antar kryesie, e di se cili pozicionin që ka, dhe tash pse të merren vendimet, vendosi kryesia kështu, kur ne nuk na merret asnjë, neve atëherë të dy të opozitës që jemi, edhe Çupa dhe unë, bëjni vetë dhe është më mirë kështu se sa neve të përfshihemi në këtë histori. O do ta zgjidhni këtë histori, që edhe neve si këshilltar, se unë këtu nuk përfaqësoj demokratë, socialiste, por përfaqësoj të gjithë qytetarët pa partie, me partie, pa tire. Kur them unë edhe gjithë të tjerë. Kështu që ne kërkojmë këtë dhe jemi të pakënaqur nesër të mos thuhet pastaj që opozita kështu, opozita kështu. Neve jemi vërtet një grup, ju i keni numrat, çdo gjë mund ta bëni, por neve flavullin që në fillim që të bëjmë konsens se ne këtu nuk bëjmë politik.
Këtu zgjidhim problemet dhe menaxhojmë situatat bashkë me ekzekutivin, bashkëpunim për të realizuar ato që kërkojnë qytetarët, aq më tepër që është dhe situata sot. Faleminderit, kështu që unë miratoj këtë të nivellit ekonomike, po të zgjidhet kjo e komisione. Që të komisionet të funksionojnë në Bashkinë e Maliqit. Dhe për këtë të kryesisë e thash, unë do dal deri juve të zgjidhni mendjen që neve të na hapet krau në. Mirë se ju vini për ne, keni detyrim ligjor. Jo, e kemi detyrim ligjor, po dhe ju keni bashkëpunimin që ne kërkojmë. Jo, as për njerin, as ti s'vjen për mua, as kushdo. Por ne kemi thënë që të bashkëpunojmë dhe të jemi konsensual në pikat që kanë dhe prekin të gjithë qytetarët. Kjo ka shumë rëndësi. Dakor. Kësaj duhet të shoh. Faleminderit. Tek ndihmat ekonomike, jo, një moment lutem, Ermanda. Kishe që ka erdhur një kërkesë në drejtim të institucionit tuaj, shërbim social, jashtë drejtuar Këshillit edhe më duhet t'ja paraqes Këshillit. Unë në shkruaj Gjergji Gozhdari, thot me banim në fshatin Lozhan, ju paraqes kërkesën time për ndihmë ekonomike nga Bashkia Maliq, pasi kam aplikuar të zyra sociale në njësinë Gorë për ndihmë ekonomike, por nuk kam përfituar pasi isha me pikë të pamjaftueshme. Dhe dua të futem tek ndihma 6%. Pasi të ardhurat e mia janë pamjaftueshme për të mbuluar shpenzimet familjare, pasi jam transferuar edhe me qera në qytetin e Korçës për të ardhmen e fëmijëve. Kam 4 fëmijë, njëra vajzë në shkollë të lartë në Korçë dhe një djalë ka me probleme shëndetësore dhe më duhet i bëj terapi, thot, se ka probleme të folurin dhe dëgjimin. Shpresoj ta merrni parasysh. Ish drejtuar Këshillit, po është për ju dhe desha të ndaja me Këshillin. Hape mikrofonin. Po verifikojmë si rast dhe mund të kthejmë përgjigje në mbledhjen tjetër. Faleminderit. Atëre tek pika 4, kemi gjë tjetër? Në një pyetje, e kalojmë votim atëre, kush është dakord me pikën 4? Kundër? Ka kundër? Nuk ka? Miratohet pika 4, faleminderit. Kalojmë tek pika 5 e rendit të ditës, projekt vendim për dhënien ndihmë financiare për familjen e Zotit me inicialet PB, banues në fshatin Sovjanin si administrative Pirk, banesa e cilit u doj si shkak i rënies së zjarrit. Kalojmë votim atëre, kush është dakord? Kundër? Nuk ka, abstenim nuk ka, miratohet, faleminderit. Kalojmë tek pika 6 e rendit të ditës, projekt vendim për miratimin e sistemeve të pikëzimit për programet e strehimit dhe për caktimin e nivelit maksimal të subvencionit të qeras. Pika 6. Ka nevojë për një shpjegim këtu? Normalisht duhet të... normalisht duhet të funksionojnë komisionet, sepse një pjesë e mirë e këtyre materialeve, diskutimeve shtere në komision dhe këtu bëhet e lehtë puna pastaj. Idlir, po? Është bërë mbledhja në datën 12/11 dhe janë bërë pikëzime, është bërë sipas ligjit 22 të 2018 për strehimin. Nuk ka ndonjë ndryshim nga vitet e tjera, kështu që s'kishte ndonjë problem, kështu që mendoj që të kaloj. Faleminderit. E kalojmë votim atëre, kush është dakord? Kundër ka? Nuk ka, abstenim nuk ka, miratohet, faleminderit. Kalojmë tek pika 7 e rendit të ditës, projekt vendim për mbylljen e Agjencisë së Shërbimeve Mbështetëse Maliq dhe kalimin pranë strukturës Bashkisë Maliq. Sqarimet i bëm, e kaluam pikën e parë përpara se largoshte kryetari, besoj se të gjithë këshilltarët e morën informacionin. Detyrimisht ne lam si Komisioni Financës, kështu ekla, që aktualisht të gjithë sektorët të vend ku janë përkurimet, juristët e juristët, bordi kullimit të ketë më vete, si kusht ata punonjës janë të shërbimet të vend në përzyra përkatëse që u përshtaten profesioneve të tyre. Kjo është... Dhe... Rudina e ka ndëruar pozicionin. Si? Rudina është administratorin në Libonik. Jem brapa, Lull. E kalojmë votim atëre? Kush është dakord? Ishte gjë tjetër, Vera. Kundër? Nuk ka, abstenim nuk ka, miratohet pika 7. Faleminderit, kalojmë tek pika 8 e rendit të ditës, projekt vendim për një ndryshim në vendimin e Këshillit Bashkiak Maliq, numër 75, datë 30/6/2025, për ngritjen e bordit artistik të Bashkisë Maliq. Po, nëse kush e ka parë materialin, i këshim bërë shpjegimet atje ata se si bëjnë disa ndryshime. Pari ram që do ishte pa
vlerë pagesë, tani kam futur me vlerë, por keni parasysh që ne kam kërkuar që në Komisioni Kulturës, përveç administrata apo tjerë të jenë të përfshirë edhe këshilltar, që janë pjesë që njohin artin dhe kulturën, por edhe qytetarë që vërtet janë marrë me artin dhe kulturën në qytetin e Maliqit. Të paktën të ketë parasysh kjo të kalojmë votimet e kryetarit. Kush është dakord? Kundër? Nuk ka abstenim, nuk ka, miratohet, faleminderit. Kalojmë tek pika 9 të rendit të ditës, projekt vendim për miratimin e dokumentit të politikave, planit të aktiviteteve dhe buxhetit të Këshillit Bashkiak Maliq për periudhën janar-dhjetor 2026. Pra është plani i punës të Këshillit për vitin 2026. E pat, kush është dakord? Ka ndonjë koment këtu? Komenti është ai që tha dhe Fazliu. Vërtet miratojmë një plan për Këshillin dhe shqyqyshit e fondet ishin rritur, më duket, por është ajo i komisioneve. Derisa ne jemi antarë të Këshillit Bashkiak, derisa futemi në një listë, bëjmë namin, për të qenë atë listë, për të hyrë, për të qenë përfaqësues këtu. Përfaqësojnë komunitetin atëherë për të ardhur në një komision, nëse nuk e kanë mundësinë për të ardhur ditë përpara, le të vinë si ne. Komisioni Financave, Komisioni Ligjeve, gjysmën e parambledhjes. Ti kemë parë materialet që më përpara dhe pastaj ti diskutojnë. Por kur ti nuk je efektiv në komisione, nuk ke çfarë jep dhe çfarë bën. Ne e bëjmë formal pastaj. Unë e mbështes komplet mendimin e kalojmë votimet e kush është dakord? Kundër? Nuk ka, abstenim nuk ka, miratohet dhe pika 9. Faleminderit. Tani jemi tek pika e fundit, pika diskutime të tjera. Por a kryetar mund ta marr fjalën me të diskutime të tjera? Po. Aktualisht Këshilli i Bashkisë është këshill vendimarrës. Pra ne marrim vendime dhe administrata është e detyruar të zbatoj. Kemi marrë vendime për dhënje tituj. Dhe kur ne marrim të vendosjen e titujve, aktualisht këshilltarët nuk informohen për të qenë prezent në momentin kur këta njerëz marrin atë çka ka marrë vendim Këshilli. Komisioni Kulturës, sekretari, nuk më duhet sekretari i Këshillit të Bashkisë të koordinojë veprimet me Komisionin e Kulturës atë titujve dhe këshilltarët të informohen, pastaj kanë dëshirë të vinë apo të mos vinë, është tjetër gjë. Por të jenë prezent, patjetër në informim. E para, e dyta, kemi kërkuar rresht pas rreshti. Në çdo mbledhje merrin si të doni. Nuk e kuptoj pse profesor Gjergji Melikës nuk po jepet titulli, s'po bëhet ceremonia. Arsyeja nuk e kuptoj. Një profesor që me dekada ka nxjerr breza nga të gjitha llojet e profesioneve. Një profesor që ka ngrënë edhe luftën e klasave, aty në Senish ku bëri dhe tërë elektrifikimin e fshatit, nuk e marr vesh arsyen pse. Ai Komisioni Kulturës, kryetari i Komisionit Kulturës, se si të mori dhe këtu të ishte sot prezent, na jepte llogari. Arsyeja pse? Jam mirë, nuk kam pse për vlerat që japim gorës, për ato çka bëjmë, por ama mund të thënë që u bëjt viti për t'i dhënë një medalje, një titull profesor Gjergji Melikës. Nuk më duket normale. Po mirë tani, ai s'është po. S'është as kryetari këtu tani. Po. Ja është njëra që ja shpija atë dhe kalon. Dakor. Ja lo. Me lej. Po. Edhe unë si kryetari i komisioni, mendoj dhe kam edhe në momente të lira me këshilltarët, kam menduar që vërtet kjo është e vërtet dhe nuk është problemi vetë për dy veta, të flasim gjithmonë për gora, po ka dhe Fusha, ka dhe Maliqi, ka dhe shumë njerëz që kemi. Kemi shpenë në juristi, disa emra, por mendoj që me rastin e 28 nëndorit, bashkia mundësisht të ketë disa vlerësime për njerëzit që kanë dhënë kontribute dhe vazhdojnë t'i japin. Se sa do të realizohet kjo, nuk e di. Ne në komision jemi mbledhur edhe me opozitën, edhe ata kanë ato problemet e tyre, ankesat, pa sigurisht dhe neve. Faleminderit. Është në këtë histori që ta mbyllim, falenderoj e Verën edhe atë zonjën atje. Neve kemi kërkuar hera herës, unë komunikova dhe me kryetarin e këtij komisioni që jemi së bashku atje, dhe nuk mblodhëm, nuk mblidhemi, edhe një diçka që më shqetëson mua. Ben, mirë ben në gorë, po si më në mos të thajeret një këshilltari i gorës, apo ose të bëhet një aktivitet në zonën e Moglicës edhe të mos jem unë, mos jetë këtu, të ketë një bashkëpunim këshilli, prandaj kjo është edhe detyra jonë si kryesi kryetar.
të bashkëpunohet me këshilltarët. Po edhe sekretari këshillit, informohemi, marrim vendime këtu, siç e tha zonja atje në fjalë, nuk zbatojmë vendimet e këshillit. Do të thotë pastaj çfarë duhet të gjejmë pikën pse nuk është zbatuar një vendim i këshillit. Pse nuk është zbatuar një vendim i këshillit që ne kemi marrë? S'është bërë kjo. Bëhet aktivitet ceremonial, shumë mirë që bëhet për gorën, për devollin të bëhet, për këdo, po të ketojnë koordinim kështu. Unë për veten time çdo aktivitet që është kryer në emër të këshillit, unë kam qenë prezent bashkë me ju apo jo. Në dëgjesa po, në zgjedhje kryeplejësisë po, në përfshatra po, në të. Po edhe juve nuk na thoni një, unë kam qef që këshilli të bashkëpunojë që edhe për fatkeqësitë. Por të ngrihem një ekip në emër të këshillit, kanë në fatkeqësitë. Të ngrihem në këshill dhe të vëmë të vizitojmë, të vizitojmë, të shikojmë me sy. Këshilli të koordinojë punën me komunitetin. Dhe të shkojmë ku është situata më e vështirë. Është X fshat, të vëjmë atje. Prandaj jemi të zgjedhur ne. Dakor. Kjo që dhe një diçka tjetër kam depozituar një shkresë, nuk e di a ka erdhur këtu. Në kërkesë të disa qytetarë kam vënë ndjeni dhe kryetarin ta mbashti çupëshnim. Bëhet reparti i Pocestës, shumë mirë që bëhet, më bëhet qefi që ngrihet institucionet ushtarake edhe në territorin tonë. Dhe kam marrë informacion, kam shkuar atje që ata e kanë preventimin dhe në rrugë dhe i kanë lëshuar uret e zeza, uret e bardha në rrugë. Nuk është problemi 7 familjeve atje, po është problemi të gjithë, sepse do shkoj dhe rrotë e makinës, ajo është epidemi, do shkoj për në klos. Je kam thënë kryetarit, tha mirë që më the, po ta shikoj çupa, ata kanë bërë një shkresë dhe unë e kam firmosur, që kam parë situatën dhe ta zgjidhin këtë punë, ta ndjekin që nuk është detyra e bashkisë, po bashkia derisa është në territorin tonë të kërkojë llogari, ai preventiv që është bërë 100 lekë, të bëhet 1200 dhe ta pastrojnë të shkojnë urat për 70 metra në kanalin në vendin e dur. Ky është si shqetësim që ma kanë dhënë dhe unë e kam depozituar dhe në sekretari këtë histori. Këto desha të thosha. Tani, meqense ja një moment se meqense e u ndalët këtu për këtë pjesën e propozimeve për rendin e ditës nga opozita, se mund ta kishim biseduar në mbledhjet kryesisë këtë, po ju e bët këtu publike. Keni kërkuar vazhdimisht, ndër të tjera, zgjedhjen e kryetarëve të fshatrave në Zvezë dhe Drithas. Keni kërkuar ndër të tjera, po vazhdimisht, se më është fiksuar titujt e nderit. Tani ju lutem të ndalem pak këtu, për punën e zgjedhjeve të kryetarëve në 2 fshatra. Ne kemi qenë në një proces gjyqësor të ngritur nga ju, i cili mund na i rrëzonte të gjithë procesin e zgjedhjeve në të gjitha fshatrat. Dhe ne do duheshe të bënim zgjedhje në të gjitha fshatrat nëse do na kishte rrëzuar gjykata, e cila nuk na i rrëzoi. I quajti të vlefshme. Dhe tani që mbaroi procesi gjyqësor, jemi gati të fillojmë me zgjedhjet në 2 fshatra dhe në një fshat tjetër tani që ka ndruar jetë kryetari i fshatit. Tani jemi gati të fillojmë zgjedhjet në këto fshatra. Iku kjo, e dyta, është titujt e nderit. Tani ju lutem, përse na kërkoni ne, kur për titujt e nderit ka një komision, i cili mblidhet, i diskuton, i shqyrton dhe i sjell në këshill. Tani, çfarë ju them unë, si kryetari i këshillit apo kryesia, në këtë rast, çfarë ju thot ju për titujt e nderit? Futini në rendin e ditës, po si ti futim, nuk i ka sjell komisioni. Çfarë të futim në rendin e ditës? Ndërsa, ju lutem, për pjesën e aktivitetit që u bë para 3 ditësh për 4 shkrimtarët e Gorës, po, keni shumë të drejtë, faktikisht edhe unë u njoftova shumë vonë, megjithatë këtë lloj problemi e diskutojmë me sekretarin pas mbledhjes se çfarë do diskutojmë këtu. Dhe na njoftuan vonë dhe nuk arritëm dot t'ju thoshim. Keni shumë të drejtë. Parimisht keni të drejtë. Faleminderit. Vedi, që unë kemi një vakancë në këtë Këshillin e Qarkut. Apo është edhe ajo e Këshillit Qarkut? Po, në lidhje me këtë që thotë Serveri, doja të shtoja, tani me qenë se na i premtua dhe tha që do na i lini ne si opozita dhe prandaj po e vononi. Jo, më nuk po e vonojmë. E vërteta është që majoranca nuk ka sjell akoma. Keni sjell ju një propozim dhe majoranca nuk e ka sjell. Me qenë se ata nuk ashtu, da e keni juve. Tani ta vendos majoranca, sot s'është as kryetaria e grupit, ta vendos majoranca dhe patjetër s'kemi asnjë lloj gjëje domun. E bëjmë sot.
Qaroj Nildi se ti vërtet e sqarove, e the që ne kemi shkuar në gjyq, shkuam në gjyq pasi na ka rënë falë për shprehjen goja lesh që të bënë zgjedhjet siç u bën gjitha ato, pavarësisht me të mirat e të këqija që ishte shkelur ligje që ju kishit miratuar kur ne nuk ishim pjesa të këtij këshilli. Prit, duro. Duro tash atë. Duro. Dhe nuk e bëm. Tashti na dal kërka se ju ankimuat dhe u paska penguar gjykata. Nuk na pengovi gjykata, jo. Nuk na pengovi gjykata. Tashti. Mund të na i rrëzonte gjykata të gjithë procesin. Ne kërkuam, po pikërisht, ne e quam sepse na detyruat. Nuk e dinim vendimin e gjykatës. Na detyruat kur ne vendosëm këtu në këtë këshill, që të beshe thatë që nuk bëhet në drejta as poshtë sepse është em lartë em poshtë, kërkuat në të erdhi e drejta që të bëshin zgjedhjet. Nuk e bëhet. Nuk e bët zgjedhje në Zvezdë. Nuk e keni bërë X vend, po të them edhe 2-3 raste tjerë. Po tani çfarë thua se? Dhe ne I kërkonim edhe me debat për ta futur rendin e ditës, ju nuk I futnit. Tash ti thotë, ju kështu po këtë. Tash ti, edhe neve jemi njerëz, ne jemi këshilltar. Ti përsërit sa herë të duash. Ne ndaj ankimuam se na detyruat juve për ta. Për çfarë ju detyruam ne? Na detyruat sepse shkelët ligjin, shkelët rregullore. Po gjykata çfarë tha? Gjykata, simba, Jo ta them unë çfarë tha gjykata, ti. Ta them, më falni minutë. Kryetar, e para njëra I vendim nuk është ashtu siç tha ty që rrëzovje, nuk është e vërtetë. Nuk është e vërtetë. Gjykata administrative. Tashi është e panevojshme të interpretojmë. Jo, meqense jo të lutem, se po unë kam qenë. Jo kam qenë atje prandaj. Unë përpoqa të bënja një shpjegim se pse ne. Jo, ke drejt. Se ne nuk kemi vijuar me këtë pjesë. Dakord. Realisht menduam që gjykata mund na I rrëzonte të gjithë procesin në të gjitha fshatet. Po, dhe do duheshë që ta bënim në të gjitha fshatet. Gjykata është shprehur që kjo I takon një gjykate tjetër, do kalojnë në gjykatë. Po dakord, tani unë kam vendimin e gjykatës tu. Mirë, dakord. E dyta. Po, jo varet nga interpretimi që I bëhet. Po, kështu është. E dyta, kryetar, e dyta. Kjo nuk do të thotë se është një proces gjyqësor, edhe të mos bën. Po mund ta rrëzonte të gjithë procesin. Po nuk e rrëzon, se po të bën këto zgjedhje që themi neve të bën korrekt rregullave, nuk ka. Nuk ka ndonjë problem them. Ore mund I bënim të gjithë procesin në të gjitha fshatrat. Megjithatë, po I ter një kot. Aktualisht u mor që do bëhen zgjedhje në fshatra që kanë mbetur. Kemi 2 fshatra. Kemi Zvezdën që është fshat, për kryetar fshati, kemi Drithasin ku prefektura na sugjeroi që të quhet kujdestar fshati. Tani kemi për të bërë edhe në fshatin Rov, pasi kryetari I fshatit atje ka ndruar jetë. Shumë shpejt, pasi palët e këshillit të bien dakord, shumë shpejt do lëm datën e zgjedhjeve. Kaq e thjeshtë. Tani kam edhe unë diçka. Aktualisht lam si këshilltar